hoxhën se shpeshherë ka posë xhollar që kanë thonë na Terezë shkan xhenem. A pajtu është ti hoxh me këtë? Po nëse thot ky zotria që Halil Kastrati, Po. shkon në xhenet sipas verzionit krishter, edhe unë po them, unë nuk jam zot me ta ku shko ku. Edhe unë eroj Adem Jashari këtoj. Ço Adem. Po me kënojnë, po ku shkon? Falet vërtet. Ajo puna e Zotit më rëbur, po kush jam unë? Bravo. Unë jam mirë. Çdo Zoti. Ne kesh të pajtura me Luigjin. Qesat e xhenetit dhe xhenemit si kem kurkush na. Të vërtetën e dhe vetëm Zoti. Nuk thash unë i kam qelsen e sjapi. Po bravo. Nuk thash. A shkon në Terezia në xhenem? Ashtu ka thashë çet Zoti është ai që vendos. Mirë po, ndëgjoj. Po dëgjoj vëmendje, s'dua ligjërate, s'dua debat. Verzionit krishter, çdo njeri që nuk pagzohet, vendin e ka në ferr. Simas ku e thot ata? Po ku e thot ata zotni? Ku e thot ata? Po pse po bosh dyftërshën fen tonë? Po të kërkoj fakte, ku e thot? Urno. Po nuk ka feja krejt veç në Bibël, ja krejt veç në Kur'an zotri. Dëgjoj, zotni, a di pse jam këtu? Fen time, se ky është pa pashtërsi. Edhe kur u thua fakte këta bëhen nervoz, duan me ik prej programit si 3 herë. Pse atëherë pse atëherë shembull ky bëj disa shqiptar shembull ky bëj që kanë marakën raki shumë, e nish derët, po vin po pagzohen. Pse pi pagzom asi sa këtu pra? Pse pi pagzom? Pse pi pagzom? Po të kërkoj fakte. Pse pi pagzom po them, pse? Çi me urigjind në shpirt. Pse bën apjepdes? Se në ryshe, nëse nuk pagzohet, nuk shkon xhenet. Zotni, dëgjoj. Edhe nën Tereza. Po ku fakti, hoç për këtë çka po thua? Pse s'ka thonë asnjëherë në jetën e vet la ilaha illallah. Po çfarë është lipi la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Mirë po. Po si me tha Rasul për Muhamedin kur s'ka bënë. Po dëgjojmë të përfundojmë ai gruan e djalë. Si më i tha Muhamedit Rasul kur djali vet i ka hip gruas tina. Zeynebes, okja bajza hals, tash kemë thasë rrej. Po rran, është pa vërtet. Buhariu e thot muslimi, e thot Kurani. Se ju me rranë dhe me shpifje, edhe me trillime. Kurani thot... Po lip me fakti, mos u kujtoj se po thot. Cilën vënë thot korona çështë? Kurani thot. Askun. Dgjoj, Kurani thot. Po prej lip me fakti. Dgjoj, mos e ndaloni ata çka ngjajua. Kurani një libër që nuk ka më budallëkën botën. Falni. Kurani se nuk ne plas një shpjegim. Ai thot, mos e ndaloni çka to lajua. Atëherë nda 200-300 vjet pas atyt, se s'dihet me ka të fol. Ka al Buhariu edhe thot, kjo për çështjen apo mos. Mirë, vishën në pyetje o çka. Para se po. Vjen atë na. Që na po të lona me kry le aty. Po si jo, dëgjoj. Po ky thasë është vërtet. Ky duhet më fakte se është vërtet. Dëgjoj. Kurani e thot këtë. Pas 200-300 vjeç se nuk ka kuptueshme. Kurani nuk tregon se kush është gruaja e Ademit, kush janë fëmijët e tij, nuk tregon ç'i tha kush janë mjekësit e Jezusit, havorion. Kush tha ty që nuk tregon? Ku thot Kurani? An e kënd botës islame e përmendëm shembull ky bëj. Po Ademi Allahova. Po ku? E përmend shembull ky bëj që është. Po nuk ka e vërtet. Po nuk është bur, kush nuk është e vërtet. Ku thot Hava se gruaja e Ademit këtu? Po thot na për Adimin të fes, nuk ka vesh Kurani. Zotriu po thon Kurani. Hadithi o zotri. Ashe. Ky s'm jam me arte hadithi, që tash ka thomu. Kurani o libër që s'ne pas në shpjegim. Ksen, pej Muset në Mojsiun, në Harunin, në Nuhin. Ksen, dëgjoj. Koroni se përfin shumë, nga. Koroni, unë me ne që kosh prej alegorike edhe metaforike. Ashtu si shkolla Biblia. Jo. Na nuk thome se Biblia ka zbrit. Librat nuk zbritin. Ju besoni son kitabi përjetshëm në qiell, që këto janë Kurani amshushëm në qiell, këto kanë zbrit. Një pyetje më fal, zotni s'm jam e kryer. Po, hajde, okay, po. Kurani thot këtë. Çka nollat, na? Duhet atë 200 vjet pas aty, Buhariu, Muslimi, Abu Davudi e tjerë, apo tafsires Ibn Kathiri e tjerë, me tha, për çka ty fol? Atë na thonë, kjo çështje mos e ndalo, çka të lajua është çështja që Muhamedi e ka pa vajzën e hallës, Zeynebin, të cilën e martoi me djalin e vet të birsuam Zeidin, një ditë për ditët, ai shko të shtëpia e saj, ai janë pak si e veshën provokativ, ky bën alhamdulillah edhe vjen ajeti vetëm një matrapas sikur ti. Vetëm një matrapas sikur ti. Edhe vetëm një gënjeshtar sikur ti e thot. Zotit Bekor. Askush në botë nuk e thot. Nuk ofendoj vëllazërin shqiptar. Kjo është rën. Po mirë, ti je shpef. Zotni e di, po na jem këtu për dëgjuesit. Dëgjuesit sot mund me him ChatGPT. Askun nuk shkon. Sadri. Apo më lani ta kryej vetë. Po, lene ta kryej. Apel ja edhe po se cilë e gjëna për vete. Se kryu kur?
Po prit zotni të kryej, dëgjoj. Po unë jam musafir, ko marr pej malësie smalle. Okej, pse të bre hoç tangojm. Atëherë po thuan na vazhdo ti te një ton. Jo, na hoç. Po. Zotni, dëgjoj. Kur më thot dikush. Po çysh nuk i frikëgohet Zotit që na si fjalë të keqe se foli për Isaun. Ti këta se Isau s'ka dek. Pa ajo rën historike, Isau ka vdekën kryq. E çysh der Zoti pra? Po Zoti ka dekën mish njerëzor. Si u bën fjalë Zotit? E mirë, edhe pyetje ti kur na te Jezusi. Edhe pyetje te Jezusi. Te kryeje këta je. Po de po si s'pe kryeni korrobora. Po ky po ndërhitash.